Sa sheqer duhet të shtoni në kafe sasia ditore rekomanduar nga OBSH? Sheqeri industrial është një ndër përbërësit më problematik për regjimin e çdo personi në përditshmërinë e tij. Njihet si armiku kryesor i dietave për shkak të sasisë së madhe të kalorive që i jep trupit. Jo pa qëllim, është një ndër ushqimet më të sulmuara pasi lidhet me shumë sëmundje si obeziteti, diabeti dhe sëmundjet e zemrës. Sa sheqer duhet të konsumojnë të rriturit? Fatkeqësisht, nuk ka një përgjigje të saktë për këtë, pasi për çdo person sasia mund të jetë ndryshme. Gjithsesi, ekspertët kanë arritur në një nivel mesatar për konsumimin e sheqerit nga një person në ditë. Burrat këshillohet të marrin rreth 37.5 gram sheqer në ditë, ose rreth 9 lugë çaji, pra gjithsej 150 kalori. Gratë këshillohet të konsumojnë jo më shumë se 25 gram sheqer në ditë, ose 6 lugë çaji që janë rreth 100 kalori. Sa sheqer duhet konsumojnë fëmijët? Në regjimin e përditshëm një fëmijë ka vend edhe për pak sheqer, megjithatë nuk duhet tepruar, sepse mund të çojë shumë lehtë në sëmundje të mbi peshës. Sasia e rekomanduar për fëmijët në një ditë është pak a shumë sa sasia që mund të marrë një i rritur. Fëmijët e moshës 4 deri në 6 vjeç rekomandohet të konsumojnë jo më shumë se 19 gram sheqer në ditë. Për ata të moshës 7 deri 10 vjeç, jo më shumë se 24 gram ose 6 lugë çaji sheqer. Mbi moshën 11 vjeç, ekspertët këshillojnë jo më shumë se 30 gram në ditë. Sigurisht, dita e të gjithëve nis me kafen e mëngjesit, dikush e pi në shtëpi, dikush në kafene dhe dikush tjetër në zyrë. Të gjithë ne i drejtohemi kafes, pavarësisht nëse kemi ngrënë mëngjes apo jo. Kafeja është një nga pijet më të rëndësishme për të nisur ditën çdo mëngjes. Është shndruar në një përbërës jashtëzakonisht të nevojshëm për një mëngjes energjik. Studimet konfirmojnë se njerëzit mund të heqin dorë nga alkooli, por e kanë të pamundur të heqin dorë nga kafeja e mëngjesit. Studimi në fakt nuk vlen për të gjithë, por thekson rëndësinë e kafes në jetën e shumë njerëzve. E megjithatë, disa preferojnë të pinë kafe pa përbërës të tjerë shtesë si sheqeri, e disa as që mendojnë kafen e hidhur pa pasur pak ëmbëlsues. Por sa e rëndësishme është kafeja me sheqer dhe cila është sasia e rekomanduar e sheqerit për t'u hedhur sipas sasisë së kafes që pini? Të gjitha këshillat e nutricionistëve bashkohen në një pikë: mos e teproni me sheqerin. Sipas të dhënave, për një filxhan të vogël kafeje ekspres normale, e cila përmban 30 ml kafe, sasia e tolerueshme e mundshme për të shtuar sheqer është vetëm 3.1 gram, që do të thotë më pak se një lugë çaji sheqer ose një pak lugë çaji. Sipas studimeve të ndryshme, një lugë çaji e plot sheqer në një filxhan kafe ekspres rrit përqindjen e sheqerit më të lartë se sasia e sheqerit që përmban një gotë Coca-Cola. E njëjta gjë vlen edhe për kafen turke, e cila zakonisht përgatitet në shtëpi. Ndërkohë, për një filxhan të madh cappuccino, i cili përmban 25 ml kafe dhe 85 ml qumësht, sasia tolerueshme mundshme për të shtuar sheqerin është vetëm 7 gram, që do të thotë më pak se 2 lugë çaji sheqer. Organizata Botërore e Shëndetësisë rekomandon një sasi prej 25 gram sheqer si një sasi të shëndetshme ditore, me fjalë të tjera 6 lugë çaji sheqer, por kujdes, kjo sasi rekomandohet gjatë gjithë ditës në varësi të ushqimeve që konsumoni, duke përfshirë kafen së bashku me ushqimet e tjera.